2 fëmijë të mitur dhe ëma e tyre janë dëmtuar në një aksident automobilistik. Ngjarja e rëndë ka ndodhur paraditën e kësaj të shtune, rreth orës 10:40 në fshatin Lepenic të bashkisë së Selenicës. Automjeti me të cilin udhëtonin e ëma bashkë me 2 fëmijët ka humbur drejtimin dhe është përmbysur më pas. Sipas policisë, shtetësia me iniciale AA, rreth 35 vjeçe, duke drejtuar automjetin Renault, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka dalë nga rruga duke rënë në lum. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesi e mjetit dhe 2 fëmijët që udhëtonin me të. Të 3 shtetasit sipas policisë janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Burime pranë Spitalit Rajonal të Vlorës konfirmojnë për televizionin 6+ nga Vlora se të 3 shtetasit hynë me njërë në sallën e operimit. Bluzat e bardha thonë se nëna dhe 2 fëmijët janë konstatuar në gjendje të rëndë shëndetësore, por situata më e rëndë ka qenë për gruan 35 vjeçare, e cila ka pasur dëmtime në pjesën e legenit dhe fraktura të shumta në trup, si pasojë e këtij aksidenti. Grupi hetimor po punon për kryerjen e veprimeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti të rëndë.